Spaku tregoi që ishte dështim total. Ishte dështim total. Dështim nga pavësia apo dështim nga kontrolli i qeverisë? Dështim pse? Sepse Sepse nëse ti thua që 5 njerëz kontrollohen, përgjohen dhe këta se kanë bërë, do thotë që s'kan dash ta bëjnë apo jo? Almer, Partia Demokratike ka pretenduar X drejtori, titullari Almer Toska nuk është në detyrë, por është duke bërë fushat në X qark. Çfarë mund bën prokuroria? Një shkresë institucion. Ligji për nënpunën civil nuk e lejon zyrtar niveli lart që të shprehet mendimet e tyre politike. Nuk ikën pas orës 4? Fushat. Ja pra, duke qenë se ligji nuk, po jo edhe pas orës 4, zyrtarët nivelit lart nuk i lejohet që të shprehin publikisht opinionet e tyre, qëndrimet e tyre politike, dhe as të jenë antar të partive politike. Zyrtarët e mesëm e tul mund të jenë antar, por as ato t'i shprehin publikisht. Një shkresë prokuroria. Institucion është filani këtu, jo është me raport 2 muaj. Qeliza telefonike, ku është Almeri? Të bë fushat mballëdrejt Lezhës. Minimumin shpërdojmë, mos dalë të kriminalizador. Shpërdojmë të tyre. Merë Almerin, futën burg. Këte bënde do të prokuroria zotëri. Sa të ha kokë, 72 orë, 3 ditë punë. 3 ditë punë. Brenda 24 orë të kthehet përgjigje me shkresë, fute shiko qelizat telefonike të 24 orë të fundit, e gjen Almerin në qarkun Lezhë të bëhë fushat, u zotëri që do këtu, ishe i paft nga ana shëndetësore. Merë shpërdojmë të tyre. Ja pra, kjo ishte. Pra, ecuria e time, se du të dalë aty, ishte në shërbim të Tiranës, pa aftësi e tjerë më radhë. Ecuria e time du të tregoj që këto pasën qenë pa aftë, këto pasën qenë në dirigjim, ore masa e ka mëllë ciklin Spaku. Unë në rreth e miqë, se di, mos ga bëjë dhe bashkë kemi diskutu, moment kur mori Altin Dumani atë qelifikimin nga sekretarit shtetit, unë thash, është pika me lartë e kurbës së ratë partë Altin Dumanit, po, dhe të vetë Spakut, si një prokurorie posaçme.